Eduardo Cora, 31 vjeçari nga qyteti i Elbasanit, prej vitesh ka zgjedhur të punojë në bujqësi. Për të puna në tokë është një mënyrë e ndershme për të siguruar të ardhurat e nevojshme për familjen. Me përvojën e fituar ndër vite, ai ndjek sezonet e punës bujqësore në zona të ndryshme të vendit. Gjatë sezonit të vjeshtës, Eduardi udhëton drejt Konispolit, ku çdo vit punësohet për vjeljen e agrumeve. Ai është bërë tashmë pjesë e përvitshme e grupeve të punëtorëve që kontribuojnë në mbledhjen e prodhimit, një proces që kërkon përkushtim dhe durim. Mu jam punëtor, vin nga Elbasani, Eduardi, edhe ka filluar, do në 3 ditë filloi tamam, se vin këtë tregtarit dhe çmimi i mirë, mandarina mirë, super cilësi, e dhe nga mezi i janarit, bazë vitit, ka 3 muaj. Vini çdo vit nga Elbasani? Çdo vit, kam 15 vjet që vit. Shkoj në vendet tjera, po që vi vetëm këtu. Deri nga mezi i janarit, po thuaj se vazhdojnë çdo ditë tregtarë që vinë me kamion. Sa ditë keni që keni filluar? Tani kemi 2 ditë që vinë. Vija iki tani. Sa keni ngarkuar deri tani? Sa mandarina? Ja, është kamion i madh me gjithë rrëmojqen, gati 28 baleta. Pagesa ditore është mjaft e kënaqshme, shpreh Eduardi, duke theksuar se puna në këtë sektor ofron mundësi të mira për të gjithë ata që janë të gatshëm të punojnë me ndershmëri. Ai e sheh bujqësinë si një sektor që pavarësisht vështirësive vazhdon të mbajë gjallë shumë familje në zonat rurale. Sa është dita juaj e punës? 120.000 lekë nga kesa, 28 baleta. Kamion i madh po flasim, se mesatare 6.000 lekë. Për 3 orë punë, edhe ka punë sa duhesh, po të punojsh. Historia e Eduard Corës është një shembull i përditshëm i njerëzve që me punë dhe përkushtim bajnë gjallë sektorin e bujqësisë në vend, ndërsa vjeshta sjell sezonin e agrumeve në Konispol, janë pikërisht punëtorët si ai që sigurojnë që çdo frut të mbëri në treg, duke dëshmuar se puna e ndershme mbetet vlera më e çmuar në çdo kohë.